Matteo dhe Brikina kanë nxitur alodime për një krizë në raportin e tyre, pasi fansat vunë re disa ndryshime në rrjetet sociale. Dyshja nuk ndiqen më në Instagram dhe kanë larguar postimet e përbashkëta nga profilet e tyre, duke shtuar dyshimet për një ndarje të mundshme. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndërkohë, Matteo ka reaguar përmes një postimi nga Elbasani, ku shfaqet pranë disa fëmijëve me mbishkrim. Një ditë normale në Elbasan. Megjithatë, ndjekësit kanë komentuar faktin se ai ka fshihur dorën e majt në fotografi, duke ngritur përkpyetje nëse vazhdon ta mbajë ende unazën simbolike të lidhjes me Brikinën. Se çfarë do të ndodhë me çiftin ditët në vijim mbetet të shihet, por që janë një çift shumë simpatik, kjo nuk ka asnjë dyshim.